pse në vitet 2005-2013 ka patur vetëm 18 kontrata sekrete dhe ato ekskluzive për shërbimin informativ kombëtar dhe prokurorinë e përgjithshme dhe për asnjë institucion tjetër, nxjerrë dhe një ratë kryemafiozën pas Nubis, kjo që Shqipëriu ka zhvilluar 250 kontrata tendra sekrete dhe kontrata sekrete në kundërshtim flagrant me çdo ligj, përveç ligjit që duhet të vjedh familja Rama. Ligji që tendrat duhet t'i marrë familja Rama. A mund t'imagjinoni ju këtë? A mund t'imagjinoni që kjo mafioze e pa imagjinueshme 96% të gjitha shumave të prokurorat ja jap 2 kompani. Prisi tani, ka zhvillim tjetër. Ma nxjerr pak tani atë Ermal Beqirit. Jo, kjo është Armand Frangu, kjo është me Baxhanaku. Ai ishte i parë, ai që më nxorë para Rams. Tjetër, ky, ai. Nxjerr pak. Çfarë bëhat atë që po nxjerr atë mbajti? Jo këtë, çoje. Tjetri. Ky. Por zotri lëra aty të... po. Ky është Ermal Beqiri, famoz. Ky është personi që u përdor nga taulant që dërgoi Edi Rama për të marrë të gjithë, për të zbrazur komplet dhe eksportuar të dhanat e Timsit. Ky person është stimullar kryesor në të gjitha vjedhjet që janë bërë në AKSH dhe një seri institucionesh tjera. Jo, më falni, ky është Geron Meçe. Nuk është Ermali. Por Gerondi është ky. Çfarë ndodhi këtij që ta dini ju? Kthe morën peng. U prishën pazaret sidomos pasi ky deklaroi ndër regjistrim ambiental se Armand Frangu dhe Linda Rama diktonin të gjithë tendrat në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit. Geron Meçe pas pengut është arratis më thonë në Gjermani, ku ka rrëfye të gjithë historitë mafioze të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit apo Agjencisë Familjes Rama, të cilat nuk kanë të përshkruar. Gerondin organizoi marrjen peng njeriu më i afërt i Edi Ramës. Ergjys Agasi bashkë me një drejtor të policisë Tiranës. E çuan për kompetencë tek Suelçela, e çuan për kompetencë atje, ky kishte arrit të filmoj pengmarrjen e tij, u arratis me njerë dhe ka marrë azil, ose
në mbrojtje, thuhet në Gjermani, pasi ka paraqitur videon e pegmarrjes me nga koordinatori i mafjes Ergys Agasi, këshilltari kryesor i kryeministrit Rama për mafje.